Rikonstruimi i kësaj rruge filloi një muaj para zgjedhjeve lokale. Aso kohë banorëve të fshatit Tmerov u ishte premtuar se rruga do të rregullohet shpejt, mirëpo pasi që kaluan zgjedhjet, për këtë rrugë ende nuk ka zgjidhje. Banorët shprehen të revoltuar me mosmbajtjen e premtimit nga ana e kryetarit të komunës Blerim Sejdiu. Thonë se po i dëmtojnë veturat dhe po avështirëson dukshëm lëvizjen për në qytet. Udha bërbat, e shajfni vetë që si udha. Zi si të thomë që të ndëraj, që e shajfni, kini artër ma. Udha bërbat, vallaj. A pikur opshë? Po, ko e dishtë aja, i ka aja 4 muj, pe. Ma sham, vallaj. Udha katastrofë. Pim 15 tetor udha është e prejshët, premtimi është konë që para zgjedhjeve do bëhet udha, dhe me thonë nuk është e bëmë udha. Ndajmë kretarin debat që përnësojt e të vënë 21, se për këtë rruga që ka njësë punimet që 3 dit, dhe me thonë nuk ka asë një punim, për post një bagera po ekskavator që ka ardhë, se rruga është dëmtu, dhe me thonë ka pat shëmjë të zeu. Për atë arsye, dhe me thonë a i bager që ndronë atë ja. Si a boni apo preshë rabë? Në preshën rabë, kitë ne ka preshë rabë. Të gjithë veturat që shkelin në të rrugë, besoj të gjithë janë të prishura, që 4 muaj, 5, kështu, në gjendje të mjerush. Kryetari Gjelinës e pranon se u ka dalë nga fjala banorëve të Tmerovës, por thotë se vonesat kanë ardhur si pasojë e motit të lig dhe ngricave që kanë pamundësuar asfaltimin. Sipas Sejdiut, deri në fund të muajit mars rruga do të përfundojë dhe nuk do të ketë vonesa të tjera. Edhe rruga ka 3 ditë që kemi nisë, domethënë para 3 ditëve kemi nisë me rrugën, kanë qenë kushtet të tilla. Unë kam thënë se do e bëj pak më herët, është e vërtet. Unë nuk mund të them se s'e kam thënë, por që kushtet klimatike kanë qenë të tilla, unë nuk mund të ndaloj një gjë të tillë, por që rruga do bëhet me asfalt deri në fund të muajit tret, atë po e them me përgjegjësi pra para kamerave tuaj dhe para shikuesve tuaj. Kjo rrugë, përveç se nga fshati Tmerov, shfrytëzohet edhe nga banorët e fshatit Sallarev. Rëshqitja e dheut së fundmi e ka bërë rrugën edhe më të rrezikshme për kalimtarët.